Kam prej 2 muajsh kam probleme. Kam vajt te drejtori me shpërgjigjur mirë. Vjen puna, elektriku nuk më përgjigjet. Marr në telefon te elektriku, më thonë që nuk kemi zgjidhje, s'keni çat bëni kontratë të re, të kaloni me shtetin, shumë gjëra. Para një jave kemi paguar dhe një defekt që është bërë tek gabina e naftës, dhe ai defekt prap nuk na ka zgjidhur punë. Kemi një javë rresht na ikin ditë për ditë dritat. Ju keni paguar vetë? Neve si biznese po, kemi paguar, kemi investuar për një cop kabull. Nga sa keni paguar? Nuk e di saktë sa kam paguar, 70.000 lekë kam paguar unë si person. Nuk e di se sa vajti. Dhe sërish nuk u zgjedh. Po dhe sërish unë e kam brumin të tërë hedh në lum. Një herë në një javë unë hedh brumin e bukës në lum. Më ka ngelur puna në mes. Nuk mbaj dot punën, nuk mbaj dot biznesin. Kam investuar, kam marrë kredi, kam bler panele, kam bler pajisjet. Prap frigoriferi 3 milionë e gjysmë mu dojq para 3 ditësh. Kam shumë probleme. Sa fshatra furnizohen këtu? Nuk janë fshatra këtu, jemi ne bizneset me këtë lloj. Me bukë nga furri juaj. Janë 5 fshatra. Çojmë edhe bukë në patosëri, kanë ndjekur ato dyqanet se nuk u përgjigjemi dot siç duhet. Nuk i furnizojmë dhe na kanë lënë. Na kanë ndjekur. Kështu që po vetë drejt mbylljes punës. Kam hedhur 100 milion, kam marrë kredi dhe ja tek është furri, e filmoni, e shikoni dhe po vetë drejt mbylljes. Nuk kam çfarë të bëj me. Faleminderit.